Një shtetas i kërkuar ndërkombëtarisht për të rivrasje në Maqedoninë e Veriut është arrestuar në Tiranë nga policia e shtetit në kuadër të operacionit policor të koduar Operacionalja. Bëhet fjalë për Besim Sherifin, 52 vjeç, banues në fshatin Kopanis të komunës së Sarajit, i cili prej kohësh fshihej në kryeqytetin shqiptar duke përdorur dokumente identifikimi të falsifikuara në emër të një shtetasi nga Kosova. Sipas policisë së Shqipërisë, pas disa muajsh hetime dhe kërkime nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, i dyshuari është lokalizuar në zonën e liçenit të Thatë, ku edhe është arrestuar me qëllim ekstradimi. Nga verifikimi i thelluar, rezultoi se shtetasi i shoqëruar, i cili përdorte dokumente identifikimi dhe leje për drejtim automjeti të falsifikuara, ishte person i shpallur në kërkim nga Maqedonia e Veriut, i akuzuar për vrasje të trefisht. Gjykata e Shkupit në vitin 2007 i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vrasje, e cila sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut dënohet me burgim të përjetshëm. Sipas autoriteteve, Sherifi dyshohet se më 5 tetor 2007 në fshatin Kopanis të Shkupit ka vrarë me armë zjarri 3 shtetas. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesën e tij, policia i ka sekuestruar një pasaport të Kosovës, kartë identiteti dhe leje drejtimi automjetit të falsifikuara me të dhënat e një shtetasi nga Kosova. Policia ka njoftuar se materialet procedurale për veprën penale falsifikimi i dokumenteve janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Shkupin po vijon procedurat për ekstradimin e tij në Maqedoninë e Veriut.